Rast tjetër, e që kur jemi të evladët, e të zullumi e evladëve, të regon Nu'man ibn Beshiri, radiallahu anë. Baba e birë janë konë shok për nga mësam, Nu'mani edhe Beshiri. Tu ditë shok për nga mberi së zellem. Nu'mani djali i ri, dërsa Beshiri, baba i vetë. Thot një ditë për ditëve, se nana e Beshirit, i ka thonë babës vetë, Beshirit, i ka thonë, e ka pas nana vetë, emrin Amra e bia e Rawahas. Edhe i ka thonë, burit vetë ka thonë, apo ja jep që të pare, djelit tem. Jepja që këtë pare, jepja djelit tem. Edhe ai s'ka pranue. Edhe insistim pas insistimit, ka thonë, tamam, kam ja dhanë. Ka thonë, jo, du me morë dëshmitar për nga mberin, sa selem, se i t'ja dhanë. Atër ka thonë, tamam, meri këtë paret, ka thonë edhe, shkojnë atë për nga mberi, sallallahu aleyhi vësallem. Edhe i ka shku Nu'mani, i ka thonë, Beshiri ka thonë, ja Rasulullah, nëna këti djelit tem, po ka qef ti me të murë dëshmitar, si jam të dhanë që të pare. Apo? Atër i ka thonë për nga mberi a.s. O Beshir, a ki e vlat tjerë? Ka thonë, po ja Rasulullah, nuk e kam e qëta, kam edhe tjerë. Ka thonë, që këtë pare që ka t'ja thonë Beshirit? A t'ja thonë këtë njësoj? E kulluhum wa hebte lehum mithle ledhi wa hebte libnike hadha. A këtë i t'u dhanë që ta që t'ja thonë këtina? Tha joja Rasulullah, veç që ti përdum ja dhanë. Atër i tha a.s. O Beshir, mësë mërë mu për dëshmitarë në zullum. Unë s'dëshmoj për zullum. Ti ki ma shumë se një evlad, njani do mi dhanë pare, apo një thot, qëta e kam për qefi, e këta ku e more këta? Mbaqa, ku e gjete? Dhe këtu i shumë i zullumin e madhë prinderve. Thot, këti mësë ja prishni. A këti tjetëri thot, s'ka problem, s'ka mundësi. Dhe i shumë, i lanë, shpeshtar në vetë i lanë të paralizuar edhe handicap edhe të pa afë fëmijët e tonë. Se bojmë zullum. Si bojmë zullum? Por qemull, bojnë, do më thonë, gabim e fëmijët. Edhe na nuk i trajtojnë anisoj. Por qemull, një gabim e kam bo të ditë, të tretë, të katër, të pesë, varët sa i kije. Edhe njani thotë, por qemull, atë qka e do ma shumë, i anon zemra. O, nuk ka problem me të anu zemra, se ti së ne kontrolon zemra, po kontrolloje dorën dhe gjuhën. Andaj pejgamberi alayhis salam thonte, o Zot, i kam nën ngra. Mos u merr llogari për atë çka e du më shumë. E unë për drejtësi jam të mundu më konë njësoj. Jakubi e donte Jusufin më shumë, ama këtëvi u ndante barabar. Andaj ato çka thanë djemtë vet, thanë këshire kipën i mëna jep neve njësoj, ama këta e do më shumë. Ata e kanë ditë. S'kan thënë baba jon po na ban zullum. Në pare. Jo ka thënë po na ban zullum dashnia s'mahat. Mundë njëri me thonë, pse pe do filanin më shumë? Po nuk e di Allah. Jo punë zemre. A na e te i kalojnë këta ku në zullum. Si në zullum? Nuk i bërtet njësoj. Nuk i jep njësoj. Nuk i qërton njësoj. Apo? Njëri thot, a ti pas ke gabua? Flakaresha. Tjeti thot, atë ti. Sa nuk ka njësoj kjo? Kjo e zullum. Që ka mundësi? A e di se ti njëri, pëshirë, po një gabim, njëri ti më shonë. Tjeti të le. A tjeti thot, a pëshe, unë jam zotni. A i kujton se pite Allah ja gje e ko të shkrytëm për më konë ki i lazdrum. A di që ka me e keqja? A edhe kur dërnë sokak, edhe kur dërnë shoshni, thot su nga prish mu kur kush, se as baba s'ma ka prish. E pasaj e dini që ka ndodhë. E ju, nuk e dinë mërë se baba jetë ka lazdruhe. Musë i lazdru këmi, qka i thave nësam? Dhe ka. Musë mërë mu zullum dëshmitarë. Dëshmoj une për një dalet pasuris, vetëm këtina. Pasaj i tha pejgamberi alayhis salam, o Beshir, a ki qeft me të ngu ketë njësoj? A ki qeft të ketë fëmijët me të ngu njësoj? Tha po ja Rasulullah. Tha e pse s'pi dalë njësoj? A ki qeft të ketë me të po respektin njësoj? Po, ata dhe pasurin ndaja njësoj. Sikur ka thënë Allahu te bareke wa taala. A dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, tha ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Tutjuni Allahut, silluni drejt me vllatë të juve. Mos dalloni. Mos e dallo. Ani e ki njënin për shpirti, e ki njënin për zemën, nuk ka problem. Ama ndarje bohu i përpikt. Sa e ka thënë Allahu xhelalu ala. Nëse ka ngabu njësoj qërtoj. Nëse ju blejnë diçka njësoj blejo. Pse? Se ata ta kuptojnë se kjo drejtësia e në zemërën ta në thuj Allahut, ja rap qëta e du ma shumë. E nuk ka problem. Andaj tha alayhi salatu wassalam, ata te ti kanë hak me të ngue, e ti ki hak atyne me ju nda njësoj. Kjo është prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson të shokët e vet që ka transmetuar Abdullah ibn Mesudi nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, se një ditë për ditëve ju tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, cilën parë e doni më shumë?
atë çka e keni në dorë, atë çka jo merr trashëgimtari. Tha një Rasulullah, atë çka e keni në dorë. Në çdo parë i do më shumë. Atë çka ti mos i vdesësh, ti shfrytëzon djalin e nipi, atë çka e ke në xhep tash. Çfarë është e ke në xhep? Ai zot nit ban parë çka e ke në xhep. Jo atë çka e merr nipi. Atë tha një Rasulullah, jo atë çka e ke në dorë. Atë tha pejgamberi alayhis salam, parja e njanit për juve është ajo çka e jep për Allah, e atë çka e mban ja merr trashëgimtari. Problemi sa më ka dash me rregullue perceptimin. Çto parë që ne i kemi në përdor, cilat janë tonat? Te Allahu shashkojnë. Ato tjera, shtëpinë ti amun e marrën me vetin vorr. Pishof në do njerëz ka shkojë kanë bëu atje vorrin sa shtëpia. Apo se dhe me ku kanë pasanik i madh. O nuk i intereson me laçeve ti çka ke bodo vera. Ata trajtojnë si në vorri aty, tarrosh, nisoja. Apo e ki sa e ki trupin ti. Çka tha alayhi salatu wasalam, fa inna ma lahu ma qaddam. Ka thon parja e njerit është ajo çka e jep. E parja e atij çka e trashëgon as çka e ma. Ti e ma shtëpinë, e ma thu unë jam të shtin këtu në të nejnë këtu. Ani do ti des ato i morin. Kujna janë? A pa në ti kishë dhënë për hir të Allahu xhelalu ala. Ti kishë dhënë fukarave, ti kishë dhënë skamnorëve. Ti kishë nimue e kishë gjetë Allahu te bareke ve teala. A dhe kjo është prej perceptimit që i ka rregulluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abdullah ibn Shikhiri radhiyallahu an, thot e gjeta një ditë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke lexuar fjalën Allahu te bareke ve teala, elhaakumut takathur, ju lodhi, ju raskapiti, ju harroj duke u shumuar ju njëri me tjetrin. Duke u nxit cili ka parë më shumë. Tha dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot biri Ademit, parët e mia. Pastaj tha, e o biri Ademit, e çka është prej parës tane, pos atë çka e ke hangër edhe ke harxhue. E nuk është prej parës tane, pos atë çka e ke vesh edhe e ke gjujt. U ka vjetrua. Ka thënë, apo e ke dhënë sadaka dhe e ke rujt. Cilat janë parët e tua? Cilat janë parët e tua? Ato shka i ka qenë Allahu te bareke ve teala. Ke tjerat janë që i jesin njerëzve. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i mësonte shokët e vet që mos të nxitojnë në grumbullimin edhe tubimin e pareve të mëdha. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte parasysh gjendjen e njerëzve të zemrës, edhe psikike, edhe shpirtërore në pranimin e sadakave. Tregon Ka'b ibn Malik se kur ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam për tauben, apo Ka'b ibn Malik, kush është Ka'b ibn Malik? Një i treve që kanë munguar një luftë, e Allahu ju ai ka çortuar, e pastaj mbi 50 ditë nuk kanë fol as me pejgamberin, as me familjet e veta. Edhe Allahu ju ka zbrit tauben. Edhe ka ardhur Ka'b ibn Malik, edhe i ka marrë këtë parët e veta që i ka pasur në shtëpi, edhe ja ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sadaka. Ka thënë ja Rasulullah, merri sadaka për pranimin e taubës. I ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, jo. Marri disa prej parave se duan. Apo marri disa prej parave se duan. E këtu ka thënë dietar, na e shohin një lloj, na duket sikur ndesh që vije. Ebu Bekri ja ka marrë këtë me një rast, që do përmendim. Edhe këtina nuk ja ka marrë këtë, Ka'b ibn Malik. Ka thënë dietarët, pse se ka marrë Ka'bit? Se Ka'bi sukon se Ebu Bekri, s'mban sabër, maj. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur i ka thënë dikush, do ta përmendim edhe një rast, për sa më ka nervozuar me njëri që ka dashur me dhënë sadaka. Apo tregon Xhabiri, thot kam te pejgamberi alayhi salatu wasalam duke nejt. Edhe ardhi një njeri, s'ka ka dhënë kush, se e ka çortu shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ardhi një njeri, thot edhe e kishte vani grumull ari, si vez. Unë ka bë ari shumë. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, sadaka pi mua, shpërndaja fukarave. Sa më ka kthie. E ka kthi ftyrën kënej. Ki ka dal kënena. Ja Rasulullah, merre sadaka. Jo sa ku kthi ka ana majt. Ki ka dal ka ana majt, ka thënë ja Rasulullah, merre sadaka. Ku kthi ka prapa. Pra s'ka dash me amor. Atëre kur ja ka, domon, sikur e ka sill pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thënë merre ja Rasulullah. E ka marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka gjujt. O ja ka gjujt këtina. Edhe thot transmetuesi, sikur ta rrokte e kishte lëndue. Çaç e ka gjujt me hujum alayhi salatu wasalam. Pastaj ka thënë, vjen njëri pi juve, edhe thot,
merre që ta sadaka, merre që ta sadaka. E pastaj, e pastaj shkon në për njerëz ju lip pare. Pësa nuk do kësi sadakaja. Andaj Ka'bi ti tha, jo, ma i do pare ti. Beri do, ma i do. Pse? S'mun është me po sabër ti. E këti personi që nuk i dina kusha, qka tha Gjabiri? Tha ja gjujti me nësëram. Dhe ja këthejt shpinë, jo, si du pare të tua. E pse nuk i do? Tha alayhi salatu wassalam, vjen njani pi juve, thot, merë qëta. Apo, e pasaj së më në sabër. Pasaj i thot njanit, ku më dhanë shumë vëlla për Allah, më shikiti se dinar. Jo, kështu. Maj me pare të tua, Allah. Maj pare të tua, ruje gjuhën tane, ruje nderin tane, ma mirë se sa jep sa ki mundësi me dhanë. Tha alayhi salatu wassalam, sadakaja ma e khairit është ajo e cila mbetet pastaj i përmbajtur, mbetet i pasur. An dhahiri ghinan, ajo dhe masit jape jet i pasur.